Selam aleikum. Hoxh thot, a bëjnë shejtanat seher, magji, pa bashkëpunu me njerëz? Aleikum selam rahmetullah. Do ta dim çka fjala seher apo magji. Magji bëjnë magjistarët, duke përmes atyre veprimeve të magjisë, me ju nënshtru edhe me i lut edhe me ju robru shejtanëve, që pastaj ata shejtan me ja bën një shërbim këtij insanit, këtij idiotit, magjistarit, me ja bën një shërbim kundër njerëzimit, kundër një njeri të caktuar. Pra magjin, parimisht e bën njeriu magjistar si shërbim ndaj e gjinit, ndaj shejtanit. Shejtani pastaj i bën ato veprimet e veta, duke i bën telashe, duke i hyrë në trup, duke i bën vezvese etj, çish e dini. Pra magjin e bën magjistari, vetvetiu e gjini mund me ndiku te njeriu, pa magji, pa kur gjë. Me hyrë në trup, me i bën vezvese, me i bën telashe, por magjin e bën vetëm magjistari apo njeriu, shejtani vetvetiu jo.